Gjumi është një nga shtyllat kryesore të shëndetit, po aq i rëndësishëm sa ushqyerja dhe aktiviteti fizik, por shpesh i nënvlerësuar në jetën moderne. Sipas studimeve mjekësore, mungesa kronike e gjumit lidhet drejt për drejt me rritjen e rrezikut për sëmundje kardiovaskulare, diabet, obezitet dhe çrregullime të shëndetit mendor. Trupi gjatë gjumit rigjeneron qelizat, forson imunitetin dhe stabilizon funksionet hormonale, ndërsa truri përpunon informacionin dhe kujtesën e ditës. Ekspertët e shëndetit theksojnë se një e rritur ka nevojë mesatarisht për 7 deri në 9 orë gjumë në natë. Të rinjtë dhe adoleshentët kanë nevojë për më shumë, rreth 8 deri në 10 orë për shkak të zhvillimit fizik dhe mendor. Statistikat tregojnë se mbi 30% e të rriturve flen më pak se sa rekomandohet, një fenomen që po shndërrohet në problem serioz të shëndetit publik. Mungesa e gjumit reflektohet jo vetëm në lodhje dhe përqendrim të ulët, por edhe në performancë më të dobët, rritje të stresit dhe irritimit, si dhe në dobësim të sistemit imunitar. Mjekët paralajmërojnë se gjumi i pamjaftueshëm për periudha të gjata mund të ketë pasoja afatgjata, duke ndikuar negativisht në cilësinë e jetës. Në një kohë kur përdorimi i teknologjisë po shkurton orët e pushimit, specialistët këshillojnë respektimin e një rutine të rregullt të gjumit, shmangjen e ekraneve para fjetjes dhe krijimin e kushteve të qeta për pushim. Gjumi cilësor nuk është luks, por një domosdoshmëri për shëndet të mirë dhe një jetë më të balancuar. Është absolutisht një nga elementet më të rëndësishëm për shëndetin tonë. Një gjum i mirë apo i keq përcakton mënyrën se si do të ndihemi nga gjendja emocionale një ditë që në mëngjes, apo edhe nga gjendja fizike. Dhe për këtë arsye, do të ndalemi pak sot me specialistë fushës për të kuptuar, për të marrë disa këshilla si mund të bëjmë një gjumë cilësor, po edhe për të përmendur her pas here se çfarë pasojash na vijnë nga gjumi i parregullt. Jam me mjekun internist Gerald Kola në studio, të cilin e përshëndes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vjen Gerald. Mirë se vjen. Gjumi, i tham të gjitha në material, po është gjumit ai të cilit i bjem në qaf kaq shumë, sa herë që kemi një agjendë ngarkuar, kur kemi punë, kur kemi për të bërë diçka ndoshta në mbrëmje vonë, dhe themi gjithmonë, hajde se po marrim pak nga orët e gjumit. Po çfarë i bëjmë vetes ndërkohë? Është fiks ajo që i bjem në qaf, gjë më të rëndësishme që kemi që të ruajmë shëndetin tonë. Gjumi praktikisht është ai momenti ose ajo gjëja kur organizmi riformaton vetvete, që duke filluar që nga pushimi i trurit, i zemrës, edhe të gjitha organeve me radhë, duke qenë se gjatë ditës janë aktivitet plot, gjatë gjumit të gjitha këto funksione ulen që ato të riparojnë vetveten. Dhe një faktor tjetër kyç është edhe truri, që ai ka nevojë të pushojë, si çdo gjë në univers, që ngarkohet, ka një cikël të vetin që punon, është në aktivitet plot, pastaj duhet qetësohet, pastaj duhet pushoj, pothuajse fare, kështu që edhe gjumi për këtë gjë është krijuar, është pjesë e ritmit cirkadian të jetesës, kështu që çdo gjallës në univers duhet ta përjetoj gjumin dhe ka nevojë ta përjetoj gjumin. Truri një, muskujt gjithashtu, kocka thot populli, të shplodhin kockat. Patjetër, por truri është ai më i rëndësishmi, sepse duke qenë që truri pastaj do rregullojë gjithë pjesën tjetër të organizmit, gjithë mbarvajtjen, ai është që ka nevojë për më shumë qetësi. Po është e çuditshme se si kur bën një gjumë të mirë, të ndikohet edhe dita pasardhëse, pra mënyra se si do të shkojnë 24 orë të ardhshme apo edhe më pak, ndërkohë që nëse bën një gjumë jo cilësor, të shkëputur, të shregullt ose ke rënë vonë, edhe gjendja moodi, pra, ajo gjendja emocionale e njerëzit përcaktohet, edhe janë ato momentet ku për shembull në mëngjes ti nuk do as të flasin me gojë derisa të marrësh veten nga një gjumë jo i rehatshëm. Normalisht, sepse një nga proceset që ndodh gjatë gjumit është edhe prodhimi i melatoninës, që është një prekursor i serotoninës. Serotonina është hormoni i lumturisë, që e quajmë. Kështu që nëse ne gjatë një gjumi jo të rehatshëm nuk prodhojmë melatoninë sa duhet, pretendohet që edhe ditën e nesërme kur ti jemi zgjuar nuk do prodhojmë dot serotoninë, sepse nuk do ketë atë nxitsin e saj natyral që të prodhohet serotonina.
Dhe nivelet sa më të ulta të serotoninës dihet që çojmë në ato ndryshimet e moodit, në humor të keq, në nerva jo të mira, në gjitha këto situatat e pakëndshme që krijojmë në punë, në shoqëri, në të gjitha. Tani, dëgjoj shumë persona që gjithë secili sipas le të themi mënyrës të tij jetesës apo sipas shijeve të tij, thotë që kaq orë gjumë është e përshtatshme për njeriu, dikush thotë 6, dikush thotë 7, dikush thotë duhen 8 patjetër. Ju si profesionist dhe me hulumtimet tuaja, çfarë bën një gjumë super të shëndetshëm pra? Ka një orar fiks të cilin njeriu duhet ta zbatojë? Sigurisht ka një orar fiks. Tani idealja do ishte ne të ndiqnim ritmin ose atë hapin ditë-natë të tokës, duke qenë se ne jemi sistem që funksionojë me ditë-natë edhe janë të ndara, dita është për punë, për aktivitete, nata është për gjumë. Mos më thuaj që të bijem shtrihemi që në 4:30 tani. Por, praktikisht në kohët e vjetra, në jetesën primordiale tonë, ne ashtu e kemi bërë kur jetonim në shpella. Nuk ishte as orë, nuk ishte as kohë që Nata të sinjalizonte faktin që duhet shtriheshin për të fjetër. Në mos të shtrihesh duhet mbyllesh në shpellë se fillonin kafshët e egrat qarkullonin edhe ishte e rrezikshme edhe më the thash. Po edhe në religjon edhe në fe thuhet dita është për njerëzit, nata është për xhindët në thonjza. Është në fen islame, kështu që edhe Zoti vetë i ka ndarë ato gjëra. Po, uji fle, armiku nuk fle, armiku nuk fle, por që kështu që por ama, në kohët moderne është shumë e vështirë për ta zbatuar këtë gjë, këtë jemi koshient gjithë. Protokollet rekomandojnë që orari i fundit për të fjetur është ora 22, ora 10 e darkës. Çdo fjetje mbas orës 10 darkës nuk është adekuate. Imagjino tani të gjithë ata që na ndjekin dhe që herën e fundit që kanë fjetur në orën 22, bazë ka qenë kur kanë qenë në shkollë të mesme apo edhe më herët. Fëmijët. Ata janë që janë më afër ritmit cirkadian. Fëmijët dhe ne të emisioneve të mëngjesit që duhet të shohemi që në orën 5 apo 5:30 të mëngjesit. Jo, kjo është e mirë, çuarja herët ka të benefitet e veta, por edhe të flesh herët, sepse nëse ti flen 11, 12 dhe çohesh në 5 është strapacim shumë i madh. Ndërsa për sa i përket orarit, pretendohet se nuk është që ka një rregull të prerë me thik, 7 deri në 9 orë për personat e rritur. 7 deri në 9 orë? 7 deri në 9 orë. 8 orë do ishte, si thua, optimalja për të marrë mesataren, por minimalja është 7 orë. Çfarë ndodh nëse ne nuk flem as 7 orë? Na çrregullohen të gjitha sistemet në organizëm, në qoftë se kjo pagjumësi vazhdon për një kohë të gjatë. Mbi 3 muaj fillojnë të prishen sistemi hormonal, mbrojtja imunitare, që është kryesorja, ulet metabolizmi, çrregullohen ritmet e veta të trupit, bëhet një dëm aq i përgjithshëm që ndonjëherë është dhe pak i padukshëm, duke qenë se bëhet në kohë dhe ne fillojmë e marrim si të mirëqen këtë gjë, por dëmi është prezent. Fillojnë sëmundjet kardiovaskulare, problemet me veshkat, problemet emocionale, të shëndetit mendor janë fillestaret, baza që fillon që na prekin nga pagjumësia. Kështu që është dëmi më i madh që i bëjmë organizmit të mos flem gjumë ose të bëjmë një gjumë cilësor, sepse mund të ketë njerëz se pagjumësia nuk është vetëm që ne nuk rrim shtrirë ato orë, është edhe kur zgjohemi gjatë natës, ose kur zgjohemi herët edhe ndihemi të lodhur, domethënë është edhe cilësia e gjumit. Nuk janë vetëm orët që ne duhet i bëjmë si orë fizike, 7 apo 8 orë, por dhe cilësia e gjumit në vetvete, domethënë ambienti ku ne flem, si flem, domethënë duhet që dhoma të jetë totalisht e errët, sa më e errët aq më e mirë, të jetë e freskët, i organet e rënda, kondicionerët që e thajnë ajrin, që e bëjnë dhomën të nxehtë. Po, më që më dole këtu te kondicioneri, si duhet proceduar me kondicionerin? Pra, duhet mbajtur, ka një temperaturë optimale me cilën duhet lënë dhoma, fjala vjen tani në dimër, nëse dikush zgjedh që ta ngroh pak dhomën, edhe më trego pak edhe në verë pastaj në temperaturat nxehta. Unë jam dakord që ta ngrohim se jetojmë në botë moderne dhe nuk kemi pse vuajmë në thonjza të ftohtin apo të nxehtin. Edhe pse është pak problem, besoj tani në dimër, sepse nëse ke një organ të mirë, të trash, të rëndë, si kur e thua dhe ti,
Zgjidhet halli, zgjidhet Zgjidhet, problemi. nuk është që nuk zgjidhet. Temperatura optimale e dhomës që duhet jetë është 25 gradë. 25 gradë. 25 gradë, temperatura e dhomës Pra që të ndihmojmë dhe organizmin të bjerë sa më lehtë në që gjumë. të ketë ato kushtet sa më komode, qoftë në dimër, qoftë në verë. Por problemi është që shumica e njerëzve e mbajnë kondicionerin edhe kur flenë. Jo vetëm atë një Çfarë orë nuk apo kuptojnë gjysmë. ata? Çfarë i bën ajrit kondicionerit? E thanë, e te i nxe ose e te i ftohë. Zgjohemi pastaj me ato dhimbjet e fytit. Dhimbjet e fytit, ka njerëz që ftohen në dimër në verë nga kondicioneri, sepse aq ftohtë e bëjnë, e çojnë 18 gradë. Jo, kondicioneri nuk ka nevojë të jetë 18 gradë. 25-26 gradë në dimër, në të nxehtë, në verë, në të ftohtë edhe bëhet ai termorregullimi i ambientit. Por ama duhet lëmë edhe trupin të bëjë termorregullimin e vet. Po. Trupi njeriut ka një proces shumë të mirë të termorregullimit. Domthonë edhe në temperatura të larta apo të ulta, ai e termorregullon vetë temperaturën e trupit. E kuptoj. Kështu që të përpiqemi të mbajmë 25-26 Këto janë përsa përket temperaturave. Tani të shkojmë pak tek arsyet pse na vjen pagjumësia apo shkaqet të cilat na bëjnë të kemi një cikël gjumi jo fort shëndetshëm. Cilat janë disa prej tyre, doktor? Duke nisur që nga, le të themi, po marr ushqimin fjala vjen si faktor parë. Nëse ne konsumojmë një vakt të vonshëm ushqimi, pra darkën e ham përtej një orari të caktuar i cili konsiderohet i shëndetshëm. Çfarë ndodh me organizmin? Pse bëhet e vështirë pastaj rënja në gjumë? Atëherë, e para është ne kemi thënë gjithmonë që 2-3 orë para se të flem gjumë nuk duhet konsumosh asgjë. Qoftë edhe ujë nuk duhet konsumosh. 2 deri në 3 orë. 2 deri në 3 orë. Që është sfidë më vete. Që është sfidë më vete. Se me jetën dinamike tani, dikush i vjen vonë për shembull nga një aktivitet apo nga puna dhe duhet zgjohet përsëri herët, e ka pak të vështirë të konsumojë, po të paktën një orë njërë është. Atëherë, janë të gjitha të ndërthurura sepse ne marrim parasysh aktivitetet, marrim parasysh punën, marrim parasysh të shohim një film. Janë të gjitha gjëra që mund edhe mos t'i bëjmë. Po ne po flasim për ciklin ideal, për këshillat më ideale. Jo, ne po flasim për një cikël mesatar që ne t'jemi në harmoni me vetveten, se ndoshta ideali është shumë e vështirë, se duhet bësh edhe meditim para gjumit e më the të thash. Por për të arritur një, si thua, afër optimales ose një harmoni midis vetes, është që ne të parë duhet të ndërgjegjësohemi, që kemi nevojë për një gjumë cilësor. Shumica e njerëzve sot as nuk e shikojnë gjumin si problem. Është e drejtë. Nuk janë të ndërgjegjshëm që ekziston dhe gjumi. E shohin si një cikël që bëhet automatik. Sigurisht është një cikël që bëhet automatik, por ama ka nevojë që ti të përkujdesesh për këtë cikël në botën që ne jetojmë. Sepse është shtuar ajo, si të thuash, mundësia që ne të bëjmë aktivitete jashtë shtëpisë, por edhe aktivitetet brenda shtëpisë, televizori, kompjuteri, celularët, ekranet janë të merri i gjumit. Se këtu doja dileva, se më përmendë meditimin, ne jo vetëm që nuk bëjmë meditim, atë nuk e mora kështu e bëra shkara, ajo do ishte idealja, po ne bëjmë të kundërtën. Ne bëjmë të kundërtën. Ne vrasim syt në ekran bëjmë scroll para gjumit. Ndoshta edhe me orë. Patjetër që është me orë. Dhe është fare e padobishme, është një gjë, domthonjë njerëz që sakrifikojnë gjumin e tyre, gjën më të shtrenjtë që kanë për organizmin, për për sa like në TikTok ta zëm. Nuk e di. Është zvendësuar pra lampa dhe libri me aparatet telefonik tani dhe me. Nëse do të lexosh libër është mirë, por unë do mendoja që njerëzit të ndërgjegjësohen që kur do flem gjumë. Zakonisht ngatrohen gjërat. Sidomos në Shqipëri, po edhe në gjithë botën. Nuk është se jemi vetëm ne, është problem në gjithë botën. Por bota, ata kanë një zgjidhje më të lehtë se ne. E kuptojnë që vuajnë nga pagjumësia edhe kanë shregullime, marrin ilaçe dhe e zgjidhin hallin. Nuk është që merren shumë me këto gjëra, jo po kështu, jo po ashtu. Po ndalemi pak edhe te kjo. Si funksionon, si qëndron ky raporti me ilaçet? Unë në fakt do doja të pyesja fillimisht për stresin dhe ankthin, se si ndikojnë drejt për drejt tek cilësia e gjumit, po pas edhe tek medikamentet. Se këtu pastaj lind dhe frika e abuzimit. Këtu fija që ndan medikamentin ose sasinë e medikamenteve që bën një, le të themi, gjumë
të rehatshëm dhe të shëndetshëm me atë ku abuzohet, pastaj është shumë e hollë, është shumë e vështirë për të ndarë. Sigurisht është shumë e hollë, por dohet ndalohesha pak te stresi dhe ankthi. Unë ka stile nuk e thash stresin e ankthit, sepse është thënë edhe është stërthën, por stresi dhe ankthi është pak në nivel metafizik. Kur ne nuk bëjmë këto ndryshimet fizike të vogla që të flem herët, të heqim shpërqendrimet, celularin, nuk e di, të heqim këto gjërat e panevojshme, të ham vonë. Zakone jo të shëndetshme. Zakone, por që janë zakone që hiqen letë. Nëse do kalonim të menaxhimi i stresit dhe ankthit, pastaj është një proces akoma më i vështirë. Kështu që ne si fillim duhet bëjmë këto gjërat që i kemi vetë në dorë, që nuk na kushton asgjë, mos ta marrim celularin apo ta lëm në kuzhinë celularin, mos ta marrim fare në dorë gjumit. Po kur të vinë ato njoftimet në telefon, pastaj tundohesh. Është edhe një Këto celularët modern kanë edhe një opsion shumë të lezetshëm, që ti cakton një orar gjumi, kur e ke ti atë standardin. Unë për shembull e kam 10:07, e kam bërë në celular, edhe ai ul gjithë njoftimet, ul gjithë funksionet, e bën edhe celularin të flej, domethënë. E kuptoj. Pra, Kështu që kjo është ndihmon aparati telefonik pastaj për të çuar në krevat dhe për të lënë atje të pashqetësuar nga e bë automatik atë, ajo mjafton e shtyp një herë dhe ai çdo ditë e bën vetë automatike. Dhe është edhe një sinjal për ty që të ndihmon, shiko se është koha të flesh gjumë. Çfarë i bëjmë trupit, doktor, nëse e mësojmë me medikamente për të rënë në gjumë? Praktikisht nuk duhen përdorur medikamente. Krijohet varësia, është gjëja më e keqe. Çfarë po marrin më shumë qytetarët për të fjetur? Ka shumë, tani unë nuk dua të përmend emra, se i bie që do na dëgjoj dikush edhe do filloj ta marr. Jo, patjetër, po janë atëherë të pyes ndryshe. Janë të shumë qytetarët cilët kërkojnë ndihmë sepse nuk kanë një gjumë të mirë dhe po bëhet shqetësim serioz për jetën e tyre? Atëherë, unë do thoja që janë më shumë ata që kanë realisht probleme me gjumin, por nuk e dinë që ky është një problem. E quajnë si fazë normale dhe nuk kërkojnë ndihmë. Sepse ti bën një vizitë me dikë, edhe për gjitha sëmundjet e pyetje, përgjigje e gjitha, dhe në fundi thua, po me gjumin si je? Po lëre gjumin që s'është gjumi gjë, gjumin nuk e kemi ne, gjumin nuk e llogarit njeri gjumin, po qa gjumin s'kemi gjumë ne, si s'kemi gjumë. Nërështë aty fillon problemi. Është e kodë që po merremi me këto gjërat e tjera, kur ti ke bazën. Pra gjumi duhet vendosur prioritet në jetën e gjithë secilit. Kjo është këshilla më e rëndësishme, besoj që ju jepni. Gjumi është më i rëndësishëm edhe se vetë ushqimi. Sepse nëse ne kemi mungesë ushqimi apo energjie në trup, ka sinjale që na lajmërojnë që jemi të rritur, edhe do ham, edhe do ushqemi, edhe në botën moderne nuk mungon kur ushqimi. Për gjumin është pak e vështirë kjo, se trupi t'jep sinjalet e pagjumësisë shumë me vonesë, edhe vjen në një fazë kur ti e ke stërmunduar veten që si thua të këput gjumi. Kështu që ne duhet vetë ta nxisim pak këtë situatën e gjumit, duhet krijojmë si thua zakone të mira të gjumit. Kuptoj. Më lind në kokë tani ideja e problemit për sonambulizmin, se kam shumë kohë që nuk dëgjoj për sonambulizmin, mbase që nga rastet e fëmijëve të vegjël, po a ndodh shpesh sonambulizmi? Ja, nuk ndodh shpesh. Është një Ke pasur raste të tilla? Shumë rralla. Nuk u di, në gjithë Dua të di sa e rrezikshme është. Praktikën time mjekësore 1 apo 2 raste mund të jenë. Nuk është që është kaq i shpesht apo kaq i kudo ndodhur. Pra të qenit i pavendishëm gjatë gjumit dhe... Nuk është që ne, domethënë, sonambulizmi është një çrregullim i shëndetit mendor edhe ka nevojë për kujdesje të plot mjekësore, sigurisht, kur ndodh. Por nuk ka të bëjë specifikisht me gjumin apo me popullarin. Jo, nuk shihet, nuk ka lidhje me diçka që është sëmundje si gjitha sëmundjet e tjera dhe nuk është sëmundje e shpeshtë, është sëmundje e rrallë, si thua. Kështu që nuk është që duhet shqetësohemi për çështjen e sonambulizmit. Në rastet të kundërta, jo nga ata të cilët vuajnë nga pagjumësia, por nga ata që janë pak më dembelti quaj, edhe si dalin as 9 orë gjumë. Ke raste? Pra, njerëz që janë shumë të varur nga gjumi.
nuk është puna se janë shumë, për shembull, unë kam raste vërtet që pretendohet që flen shumë, por vëre këta që flen shumë, që zgjohen edhe në 12 të drekës, flen 4 të mëngjesit. Kështu që kur ti bën një rezume, shef që 7-8 orë gjumë, 9 orë maksimum mund këtë fjetër. Na duket ne sikur flet shumë sepse zgjohet shumë vonë me popullatën e zakonshme, por ndërkohë rrinë në celular deri në 4 të mëngjesit, për shembull. Kështu që ne nuk mund t'i themi që ky po flet gjumë. Dhe që ta mbyllim me këshillën më të mirë praktike për mënyrën se si duhet të flem, është kjo piktura që kam unë pas shpine, pra kjo që kemi edhe këtu në ekran, është pozicioni më mirë? Pozicioni duhet gjetur pozicioni... Pa mbulesën e syve, po? Pa mbulesën e syve. Ajo është metoda moderne e gjumit, sepse kur dhoma ka ndriçim, kur njerëzit punojnë turnate dhe duhet flen ditën, kështu që janë, kur flen vonë edhe duhet flen herë, kështu vonë në mëngjes, për shumë basi ka lindur dielli e të gjitha. Se praktikisht është në momentin që lind dielli dhe ne duhet të çohemi, nëse do të dëgjojmë ritmin biologjik të trupit. Duhet flem në errësirë dhe duhet zgjohemi në dritë. Kjo është ai rregulli që ne duhet të zbatojmë. Sa më afër këtyre të jemi, aq më mirë është. Pastaj çdo njeri e ka vetë në dorë si e trajton tempullin, trupin e vet. E vërtet është tempulli i gjithë secilit. Falenderoj shumë Gerald që ishe në Radio Televizionin Shqiptar për këto këshilla të vyera, mbase dikush që sapo është zgjuar dhe e ka gjetur veten te kjo biseda. Ka marrë disa këshilla të mira. Uroj një ditë mbar. Shpresojmë, gjithashtu. Ecim me programin, koha për të shkuar tek horoskopi. Jorgo Pulla ju tregon se çfarë fati do të ketë shenja juaj horoskopit.